Drejtoria e riorganizuar rajonale e Inspektoriatit Qendror të Punës për Durrësin do të mbulojë qarqet Durrës dhe Dibër. Sikurse është bërë me dije, qeveria ka miratuar krijimin e Inspektoriatit Qendror të Punës në varësi të ministrit përgjegjës për punën. Me hyrjen në fuqi të vendimit, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore do të ristrukturohet në Inspektoriatin Qendror të Punës, ndërsa i gjithë procesi i riorganizimit duhet të përfundojë brenda 6 muajve. Institucioni i ri do të ketë si mision garantimin e zbatimit të legjislacionit të punës përmes kontrollit, këshillimit, parandalimit dhe sanksionimit. Në fokus të tij do të jenë kushtet e punës, mbrojtja e punëmarrësve, kozgjatja e punës, pagat, sigurimet, higjiena dhe mirëqenia në punë, si dhe çështjet që lidhen me punësimin e fëmijëve, të miturve dhe grave. Inspektoriati Qendror i Punës do të shtrihë veprimtarinë në të gjithë territorin e vendit dhe do të organizohet në 2 nivele. Drejtoria qendrore me 5 drejtori rajonale, Drejtoria Rajonale e Tiranës do të mbulojë qarqet Tiranë, ajo e Durrësit qarqet Durrës dhe Dibër, ajo e Vlorës qarqet Vlorë, Fier dhe Gjirokastër, ajo e Korçës qarqet Korçë, Elbasan dhe Berat. Ndërsa Drejtoria Rajonale e Shkodrës do të mbulojë qarqet Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Deri në nisjen e funksionimit të plotë të Inspektoriatit Qendror të Punës, institucionet aktuale do të vazhdojnë të funksionojnë sipas strukturave ekzistuese. Me hyrjen në fuqi të vendimit, shfuqizohet vendimi i vitit 2013 për krijimin dhe funksionimin e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.